personazhi që ke parasysh ishte i mashtruar si gradës lartë. Pra, ai ishte bind vetvete që i del për Zot çdo gjë në kohën e duhur. Pra, sido që t'i vinte situata, i e gjente zgjidhjen. Dhe ai i ra për kader nga i madhi Zot u ballafaqonte me një pejgamber shumë të madh, Musain alayhis salam. Ky ishte faraoni. Pra, i gjante vetja i zgjuar, dinak, pushtet pafund, fjala e tij merrte vlerë kur folte, por me Zotin, jo nga ana jote. Arriti deri aty sa ti thoshte njerëzve, unë jam Zoti. Dhe njerëzit veç ishin nështru dhe e besun. Ose disa edhe bonin sikur e besonin për interesat e veta. Pa rëndësi ka kjo. Po ai ishte bërë dinak, mashtrus. Edhe me Musain, sa herë i vishin mrekullit, thotë o Musa, thuj Zotit ta tërheqi këtë dënim, se unë do t'i lej Ben Israilet vinë me ty, pastaj bote prap intriga, derisa erdhën 9 mrekulliet, ai asnjëherë nuk i la Ben Israilet, përveç se në fund. Dhe mbasi ne ndoshta do të flasim për historinë e Musait alayhis salam, po nxjerrim një urtësi të shahadetit në kohën e gabuar. Si ka thonë pejgamberi, pendimi më i keq është në ditën e gjykimit. Ne do të mund pendun këtë botë. Dhe faraoni, mbasi i la Ben Israilet në Musain të largoheshin, pastaj ju kthy prap mashtrimin, nuk e ishte dot nga shpirti, ishte ngjit me gjakun e keqja. E ngreti ushtrinë dhe tha ato janë pak vetë, pa armatos. Ne kemi bërë gabim që i lam edhe shkoi pastaj që për ta vrarë Musain popullin e Ben Israilëve, për t'i marrë prap njerëzit robër e meradha, ato gjërat, krimet që ai bonte. Musa alayhis salam ishte thonë Zoti, drejtimi është ky. Ti vazhdo Musa se Zoti është me ty. Dhe kur po heshin, kishin vetëm një rrugë shumë të vështirë në kodër dhe në mal, dhe rruga tjetër ishte deti. Dhe pastaj në mënyrë shumë dinake pan që faraoni megjithëse i kishte leju, kishte ndruar mendjet e kishte ardhur prapë për t'i vrarë dhe për t'i marrë robër në Egjipt. Dhe në kohën që dëgjojnë njerëzit shumica friksohen se ishin me familje, me fëmijë, me pasuritë, me të gjitha, me çdo gjë. Dhe i shkojnë Musait dhe të friksuar i thonë që ne humbëm tani, rruga këtej është shumë e vështirë, ai do të na arrijë, ne është deti, s'kemi çfarë të bëjmë. Kella inma ya rabbi sayahdin. Pejgamberi i Zotit tha, jo, Zoti është me mua, do të mullzoj. Dhe dihet historia e madhe me Musan që hapet deti. Kalojnë Ben Israilët, ishte fragmentu koha. Ja, si themi ne, në kohën që ndodhi Big Bangu, brenda ADN-s Big Bangut ishte edhe Iliri, edhe Elvisi, edhe gjithë dëgjuesit, edhe krijimi i tokës, dhe krijimi i sistemit diellor, dhe krijimi i galaktikës Uda e Qumshit, dhe universi, edhe kjo kështu hapësirë ishte. Ishte përcaktuar koha kur u hap deti që ato do të harrinin mbasi të kishin kaluar Ben Israilët. Futet ushtria me faraonin dhe Zoti Xhelle Xhelalu e mbyll detin. Historia e ditur. Ajo që ndoshta disa shikuesve të nderuar mund t'i ketë shpëtuar në lidhje pse lidhet shahadeti me këtë, faraoni gjithmonë thoshte unë jam Zot. Inni rabbukum al-ala, ka thënë Kurani, thoshte unë jam Zoti juaj më i lartë. Pra kishte edhe Zota të vegjël, por kishte më lart se të tjerët. Dhe kur u përmyt dhe e pa që vdekja e kishte kapluar, Xhebrail Emini i thot pejgamberit ton hadith sakt. Tha vetëm të më kishe parë o Muhammed, kur e pash që po fillon të lunte buzët faraoni për të thotë diçka, mendova se do thotë në i gjë për besimin dhe unë e urrej aq shumë sa e kam shtyr ujin më fort, që ai mos kishte mundësi sa ta kishte shpirtin në trup, se çka ka thënë pejgamberi, derisa të vi shpirti këtu ka mundësi më pendu. Allah. Dhe e kam shtyr thot ujin që ai t'i japi shpirt zullumqar, sepse engjëjt nuk e donin faraonin. Ai di çka ka thënë, masi dha shpirt, ishte në ato çaste çupo, kishte kalu tash me kufiri, kishte kalu shpirti. E di çka ka thënë me Kur'an. Amentu ennehu la ilahe illa alladhi amanat bihi banu Israil. Kam besu në atë Zot që besojnë Ben Israilët, dhe më e tmerrshme se kjo ka thënë wa ana minal muslimin, dhe unë tashmë u bëra musliman. Si shpirt, që s'të Po, shibuni punë. mbasi ishte ato fazat që e kishte kalu pra koha që pranohet pendimi, dhe përgjigja e Zotit Allah vjen el-an wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Tashmë dhe ishe mëkatar, dhe ishe kryenet, dhe ishe mundje madh dhe shkatrimtar përpara, dhe nuk ju pranoi. Pra, çështja e shahadetit duhet ta kesh, themi gjë të bukur që duhet ta dim gjithë. 1 minutë sinqeritet, shahadet, pendim, dashuri për të madhin Zot, respekt, namaz, agjërim, vepër mirë, respekt prindrish, kolloz në ndërtimin e familjes, dija, arsimimi, morali, bujaria,
kuptimi 1 minutë, 1 orë kur je mirë është sa 10 vjet kur je në hall. Mos e haro këtë vëlla. Kur Zoti ti ke gjitha mirë, edhe ti thu me shpirt la ilaha illallah, kur je mirë, i ke gjitha begatit e kësaj bote. Kjo është kulmi i dashurisë, kulmi i sinqeritetit ndaj Zotit të gjithësisë. Se ti nuk e ke për interes, ti e ke se ke kuptuar kush është Zoti jot, krijuesi i madh i qejve dhe i tokës. Si thot Kurani, idh qala lahu rabbuhu aslim, kur i tha pejgamberit Ibrahim, bëu musliman, dorëzohu, qala aslamtu lillahi rabbil alamin, tha jam dorëzuar Zotit të gjithësisë. Sa bukur, ne nuk e kemi besimin kaotik, ne besimin e ndërtojmë mbi dijen, shkencën dhe kuptimin e këtij universi madhështor. Kur thosh la ilaha illallah dhe e njeh Big Bangun, e thu më fuqishëm. Kur thu la ilaha illallah dhe din se si janë krijuar atomet e para, karboni, hidrogjeni, heliumi e me radhë, ti e thu la ilaha illallah më fuqishëm. Kur ti e din se si nga këto atomet e para u ndërtuan në raport me forcën e gravitetit yjet e para, ti atëherë e thu la ilaha illallah më me shpirt. Kur din që yjet kanë jetën e vet, bëhen shpërtime të supernovave dhe nga elementet që dalin nga shpërtimet e mëdha është krijuar toka dhe njeriu, ti e thu la ilaha illallah. Kur ti njeh yjet pulsar dhe njeh vrimat e zeza dhe ti njeh rrugën e krimit dhe ti njeh dimensionet e universive dhe ti din se çka krijoi i madhi Zot, ti e thu më shpirt shahadetin. Pra shahadeti nuk është gjë, fjala Zot ka peshë të madhe. Sa më me zemër dhe sa mirë ti je ti kur e thua atë, aq më shumë vlerësohet ke i madhi Zot. Allahu Akbar. Prandaj faraoni nuk e kishte me këtë sinqeritet dhe nuk ju pranoi.